bashkë me shokën bre kemi dalë, sa kemi marrë, s'ka drejt i valë, o moje bukur arbëri, shikojmë nga largë, mangojmë për ty, o moje bukur Shqipëri. Ato pamje që patë të shoqëruara sigurisht me të madhen Vaçezela, një këngë e mrekullueshme që gjithmonë mbetet në kohë e dashur. Shqipëria është kaq e bukur, po kaq pak e njohim që të gjithë ne. Sonte kam ftuar 3 personazhe që ndoshta të paktën njërin prej tyre e njihnin, nuk e di për 2 të tjerët. Por ata janë adhurues të natyrës edhe nga ata shqiptarët që e duan shumë vendin e tyre, ai sa vendosin ta eksplorojnë në mos çdo fundjavë shumë shpesh. Është një pasion, është një hobi, por ndoshta është edhe një vesë i bukur të dish se në çfarë vendi jeton, nga çfarë mrekullish rrethohesh. Është koha ku të gjithë ne, ndoshta një pjesë e mirë e juaja i kanë prenotuar tashmë pushimet, por ky emision tenton të thotë që ndoshta është mirë të qëndrojmë në Shqipëri e të zbulojmë disa gjire që më vjen shumë keq edhe jam mërzitur dhe me veten time që as emrin nuk ju di e nuk i kam parë asnjëherë, por kam zënë mend pasi kam biseduar me disa pjesëtar të një grupi interesant, High Albania Mountain Club. Një klub interesant i Shqipërisë që e ngjit noton në të, udhton, e shkel, e zbulon mbi gjitha. Dua të prezantoj fillimisht një alpinist i cili nuk është amator, ai ka mundur që të ngjisë jo vetëm Shqipërinë, por edhe Everestin. Fation Plaku. Faleminderit, kënaqësi Fation që je në studion e një report. Është një tjetër prezantim interesant, ajo është një vajzë shumë kurajoze, ka ardhur e veshur shumë thjesht sonte, sepse kështu janë këta natyra që zbulojnë dhe eksplorojnë. Më vjen mirë Mikela Kakeli. Kështu e gjithmonë sport, Mikela? Jo gjithmonë, domethënë, po në natyrë po, madje edhe më sport. Edhe më sport. Sonte je preokupuar. Sonte jemi diçka, kemi ardhur për natyrën këtu, kështu që veçja është paksa. Po, edhe unë jam përpjekur që sonte të mos jem si çdo natë, po të jem pak më e lirshme, më e thjeshtë. Dhe Ilir Kolli, dhe ai është gjithashtu një adhurues i natyrës dhe i Shqipërisë. Udhëtimet më së shumti në Shqipëri kryen, apo jo, në gjithë klubi? Në Shqipëri dhe rajonet. Në rajon, thënë Kosova, Greqia, të gjitha. E qartë. Po duaj që kam marrë në fakt disa foto në Facebook, kryesisht kam shfrytzuar në fakt adresën e Fationit, i cili kishte shumë foto, shumë gjire, disa prej tyre edhe teksa dëgjonim kolonën zanore, këngën e madhe të Vaçezelës, patëm mundësi t'i shohim, ishte një gjë në fund që nuk e kisha parë asnjëherë dhe ishte i kaltër, i mrekullueshëm, si kishte emrin? Ai quhet Gjiri Gramës dhe ndodhet në Gadishën e Karaburunit. Karaburuni është një mrekulli që është një mrekulli, domethënë, pasi është një vend i virgjër. Po di se shumë veta është i panjohur, domethënë, atje mund të shkohet vetëm me skaf ose mund të shkohet me grupin ton High Albania, ku kanë mundësi ta shkelin. Po gjithsesi duhet të kenë një farë eksperiencë, pasi për të shkuar për shembull në Gjirin e Gramës ka 2 opsione, një opsion, një shteg është nga Llogaraja, po që zgjat rreth 7 orë. Dhe kjo është një rrugë që përshkohet në këmbë? Në këmbë. Me çanta, çdo gjë në shtëpi për 2 ditë, sleeping bag, tenda, ujë, pasi duhet shumë ujë me vete, mundësisht për person duhet rreth 7 litra.
Edhe i mbani 7 litra në urinë? 7 litra vetëm ujë, po çanta shkon gati 15, 20 edhe 20 ca kilogram për person. Ja disa llogari që ne i bëjmë me përvojë, domethënë shkon herën e parë, pastaj herën e dytë i mëson, janë gjëra që i mëson duke i bërë këto aktivitete. Nuk është kaq e thjesht në kuptimin e mirëfill fjalës, por jo dhe kaq e vështirë sa që mund të bëhet për shembull nga disa njerëz të tjerë. Qofse e do natyrën, kjo s'është asgjë. Edhe kjo ka atë lezetin e vet. E bukur, interesante. Është aventurë, domethënë. Është aventurë, po edhe nuk kushton, besoj shumë. Për të kushtuar relativisht pothuajse as pak për mos thënë për mrekullinë që ti do shohësh, ajo nuk kushton gjë fare. Kjo mrekullia këtu jo se doli Vaçe Zela. Në fakt, regjia do ndihmoj me një mbulim, janë disa pamje mbulim jo nga kënga. Po gjithsesi, këtu për shembull jemi në kepin e Rodonit. Ky është kepi i Rodonit. Ky është një nga udhëtimet që me High Albanian Mountain Club ne bëjmë 2 ose 3 herë në vit, por si vjet e kemi bërë 1 herë ose 2, nëse nuk gaboj. Dhe shkohet nga Gjiri Lalzit, tash ka dhe çik është asfaltuar rruga deri aty, kështu që na e ka prishur çik planet. Por megjithatë ka disa shtigje, po, sigurisht. Por ka disa shtigje që ne, domethënë, prap gjejmë rrugën tonë, edhe shkohet edhe është një ditë e bukur. Këtu është? Ky është Gjiri i Ariut në Gadishën e Karburonit. Gjiri i Ariut. Gjiri i Ariut në Bristan. Dhe të mendoj për të shkuar aty për shembull, për të shkuar në Gjirin e Ariut është pak më e thjeshtë se në Grama, pasi mund futesh ke baza Pashalimanit në Orikum dhe kalon malin, mali nuk ka një diferencë rreth 400 metra dhe zbret poshtë. E gjithë shtegu përshkohet për rreth 4 orë e gjys për të shkuar aty. 4 orë e gjys. 4 orë e gjys nga Orikumi, nga baza. Në nis nga baza. Tani për shembull që flasim atje, ndokush apo vetëm kur shkon High Albania? Jo, vetëm klubi juaj shkon atje. Shumë vështirë, po thuaj se vetëm personat që i din këto, i kanë parë, i kanë studiuar, mund të shkojnë, domethënë shumë veta i kanë kështu, ose mund ta shohin nga Google-i, po prap domethënë. Është e rrezikshme? Ka patur udhëtime ku në Gadishën e Karburonit rreziku i vetëm është janë në përkat, pasi kanë helmin më të fuqishëm, pasi nuk ka burime uji. Dhe ky është rreziku kryesor dhe nga ato duhet bësh kujdes. Si mund bësh kujdes nga në përkat? Një sekondë. Se unë u tromba tani. Kujdesi është kështu. Sa u ndarësova në klub dhe thash që do vi një fundjavë në përkat. Domethënë, i pari që rrezikohet është guida. Guida, secili duhet të ndjeki guidën, mos dali nga shtegu, pasi rrezikon domethënë është guida ai që duhet të bësh pak zhurmë që ne kemi një falë se po të dërpres Fation, po ne kemi këtë shqetësim që çdo njeri të rinjt sigurisht, por edhe ata që janë pjesë e grupit ton, nganjëherë bëjnë atë kanë një kështu si vetë siguri, më shumë se ç'duhet nganjëherë edhe për t'u admiruar, por që në natyrë ekzistojnë këto rreziqe dhe një ndër to në periudhat e nxehta janë gjarprind. Edhe te ne është vipera, është në përka. Dhe është vërtet, domethënë, e rrezikshme. Megjithatë, është e rrezikshme po të kafshoj, por ne nuk e lëm që të na kafshoj. I paraprim rrezikut, kemi ato shkopinjt që ndihmojnë gjatë ecjes dhe thjesht guida përpara i di këto, domethënë, gjitha këto rreziqe që prezanton natyra. E vetëm duke i trembur, ato nuk është se sulmojnë, ato thjesht ne i hasim në rrugë dhe ato mbrohen. Për shembull, duke shkuar në Gjirin, që ne i përzëm dhe vazhdojmë rrugën. Nuk është se ka. Keni parë shumë në përka? Jo, nuk na ka ndodhur asnjëherë, kështu që është mirë që Fationi e thot. Për shembull, në Gjirin e Dafinës me këto shkopite kam kapur, madje kam bërë foto. Ke bërë foto se kam. Do të kishe parë që albumi i Gjirit Dafinës. Po duhet imagjino sa gjire kishte në Facebookun tënd, ndoshta nuk është eksploruar mirë dhe kjo pjesë, po. Gadishë e Karburonit nga ana perëndimore janë Gjiri i Dafinës, Gjiri i Ariut, Gjiri i Gramës dhe Gjiri i Shën Andreut, që janë një mrekulli. Pastaj është edhe pjesa e brendshme, janë Gjiri i Shënjanit, Shën Vasili, Raguza 1, Raguza 2, po ana perëndimore gjithmonë më e bukur dhe më e egër. Shumë e bukur. Pjesa jashtme e Karburonit. Jo pjesa brendshme që është sheflorën. Vinë të huaj apo gjithmonë vetëm klabi aty mbetet? Huajt janë eksploruesi deri diku dhe më të mirë të natyrës tonë, sepse ju pëlqen kjo
Virgjëria, që e gërësia. Shkohet në këmbë, ecet domethënë me çanta backpacks, që janë çantat e shpinës, që janë për alpinistët. Siç e tham, janë pesha. Ti do marrësh përveç se ujit, që uji është vetëm njëra prej artikujve që ka në çantë. Ka ushqim, ka rroba ekstra. Ndihma e parë. Dhe kjo i gjitha varet se sa ditë do rish. Nëse grupi do ri 2 ditë, si më thënë me një natë, atëherë ngarkesa është çik më e vogël. Për një ditë nuk shkohet sepse siç e tham, 7 orë rrugë nuk ja vlen që. Shkon tek Gjiri dhe Plegjum. Aty hapim tendat, bëjmë gati zjarrin sepse ndezin zjarr gjatë natës. Mundësisht lirën e kemi edhe peshkatar të zot. I liri shkon për peshk? Si gjuan peshku? Jo, jemi alpinist, po që gjuem dhe për peshk. Gjuani peshk, po si është gjuetja peshkut? Brenda rregullave besoj. Brenda rregullave, me push gjuetie ose me grep. Me grep. Jo, nuk përdoren kështu. Gjithmonë nëse kemi fuqi nga ecja që kemi gati, kemi po dalim. Se zakonisht jeni pas ecjes. Pas ecjes, paktën për këto xhiret është sepse duhet kemi gati veshje dhe ushqime për 3 ditë, kështu që jemi shumë të lodhur, direkt sa shkojmë, hapim tendat, ushqehemi dhe rrim pastaj tek zjarri. Dhe duhet lami që të freskohemi, se vetëm me lamin na sjellën vete. Edhe pim ndonjëherë kur i kemi kështu dhe Kjo fotoja këtu për shembull? Ja, kjo është në përga që kam kapur në gjirin e Dafinës. E shikoj që është edhe kjo smunga? Kjo është në Po jo, përga. i ka natyra. Për shembull, Fationi shkon tek Gjiri i Ariut. Unë jam sigurt që aty ka ari. Po Fationi nuk e tremb ariu. Në përkat gjarpërinjt i kam frikë realisht. Nuk është se do preferoja të isha spektatore. Bë 4 vjet dhe nuk na ka dalë asnjëherë përballë. Gjithmonë ai pari janë trëmbë nga i pari, trëmbë nga ecja që ashtu dhe trëmbë largohen, futen. Reshti, sa janë antarësuar në klub apo funksionon sipas fundjavave? Ka gjithmonë të rinj dhe ata socializohen, se më duket edhe një ambient social interesant, që mund takosh njerëz të rinj. Është diçka shumë e bukur. Tani për momentin mund të jenë rreth 160 veta që janë aktiv, që mund të vinë rreth 8 ditore dhe 2 ditore. Por gjithsej nga 4 vite mund të jenë dhe 600 dhe 700 veta, edhe më shumë që kanë ardhur te klubi jonë. Në 4 vite ka patur histori dashurie, ndonjëri që është martuar? Unë e di që ka dhe të martuar. Jo, që kanë gjetur. Po pra që kanë gjetur dashurinë e tyre dhe janë martuar. Ti e ke gjetur? Jo akoma. Po e kërkojmë. 4 vite ke në klub. Është mënyra më e mirë për të socializuar me të gjithë, me njerëz, me shoqëri të ndryshme. Se nuk është ky qëllimi. E qartë ishte ne nuk kemi shoqëri martese. Po një njerëz i izoluar, jo, nuk është shoqëri martese, po një njerëz që nuk del shumë, që nuk i pëlqen jeta e natës, e ka lodhur metropoli, po ndërkohë ka nevojë të njohë njerëz të rinj. Është një mënyrë për të njohur njerëz të rinj, pse jo? Ne ofrojmë të jo, absolutisht, e thash me shaka, domethënë. Unë po ta di që jo burin e jetës atje vi. Jo, ti mund ta njohësh, që je e mirëpritur të vish. Unë e njoha, por u ndava. Për ta shëndosur pak u ndava. Ti u ndave? U ndava. Po bën shaka tani. Jo, e kam seriozisht. Pas Everestit apo pas Everestit? Pas Everestit. E po, ajo pas ka qenë arsyeja, Everesti. Suksesi ndoshta. E vetmja gjë që jemi ndarë ne janë nga këto kafet, nga këto plazhet e Drimazës. Po, bravo, kjo është monotoninë, domethënë duke dalë në natyrë. Është erdhi gushti, unë akoma s'kam bërë plazh në shezllong. Po jo plazh në gjipe, në përgjire, në përkështu. Po nuk ke nevojë të rahatohesh pak në shezllong, po të bien kockat, rehat themi ne. Akoma jo. Akoma jo. Kemi akoma për të thënë. Mikela, si mendon? Unë kam bërë disa ditë plazh në rahatinë e shezllongit. Si është diferenca? Si e ndan? Është tjetër gjë. Është si thosh për shembull që po udhtoj me këmbë ose me aeroplan. Janë dy gjëra këtë ndryshme. Ne udhtojmë dhe me aeroplan për hir të distancave, edhe në natyrë shkojmë me këmbë sepse është ajo alternativa tjetër që të ofron. Nuk është thjesht të arrish destinacionin, është rruga deri te destinacioni që ne na shijon shumë. Po gocat me taka në dhërmi, me tualet, që nuk lahen, sepse bie kremi pudër. Që notojnë kështu. Çfarë? Se prishen flokët. Edhe ajo është një zgjedhje, nuk kemi këtu, domethënë as. Jo, ju bën përshtypje thënë, nuk e di. Me ne nuk
kemi kështu Edhe ato rastesh. që kanë ardhur i kemi marrë dhe kështu i kemi fshirë Po, i themi përpara që përgatituni që tualeti do hiki se 3 ditë nuk jeni ku. Ka rastisur. Në rastisur fillimet që e ka. para ka rastisur, për shembull kur kemi organizuar në malin e Dajt me borë dhe kur njëra domethënë na kisha ardhur me çizme, po taka kaq domethënë dhe çdo hap që bënte ajo u rrëshkiste. Dhe u detyruam 2 vete nga krah, domethënë e kemi marrë e kemi tërhequr kështu deri qafa e qersisë, jo deri në majtën, pastaj i tham qëndro këtu derisa të vi pjesa tjetër e grupit se ishte e pamundur, pasi çdo hap që bënte ajo rrëshkiste. Do ishte suksesi i jashtëzakonshëm, Megjithëse ne- dajtin me taka. Megjithëse ne i kishim thënë që duhet kpuc mali, kpuc bore e kështu, po një shoqja vetë që i kishte ftuar këtë person, nuk ja kishte thënë këtë gjë. Fakti është që tani në klubin ton shumica janë të gjithë të veshur, të edukuar për malin. Domethënë të gjitha i kanë të gjitha veshjet, si shkopat, si ktetrat, si bluzet, si pantallonat. Cila është si veshja këto. e dur? Ja, për shembull, unë nuk e kam bërë asnjëherë këtë formë udhtimi. Çfarë duhet kem parasysh unë dhe shumë të tjerë që besoj nuk e kanë Në provuar? rrath parë duhet kesh kpuc mali, jo Me jo qafa. Ku i gjen ato konversa. në Tiranë? Ka. Në Ke ku për ti vesh? në për dyqane që janë edhe outdoor, po shumica në për internet, sepse këtu Shumica nuk ka. në Ka pas qenë City Park, po ajo u mbyll fatkeqësisht. Intersporti. E qartë. Pastaj duhet kesh çantë, një çantë jo çantë që të rilirshëm, po duhet çantë të ri mbas shpinës që edhe duke ecur mos të lëvizi. Bluzja është mirë që mos jetë pambukur sepse mban djersën, duhet jetë sintetike që nuk e than për një herë. Rregullon Duhet jetë sintetike, mendo. Sintetike. Kisha ide shumë që Janë- një bluzë pambuku ishte. Janë bluzet që janë outdoor, që nuk lejon edhe erën të futet brenda, thahet për një herë, nuk mban lagështirë. Edhe pastaj tek pantallon, çdo gjë domethënë ka atë. Ne kemi filluar gjithë me xhinse, gjithë me atlete kështu, blem atlete të reja, thoshim, ua, sa mirë që kam atlete, për mal. Blem bluze, ua, sa mirë që ka me bluze. Blem një çantë edhe më të mirë, ua, sa mirë që ka kështu. Tani që i kemi të gjitha, jemi shumë mirë. Kemi gjëra shumë për të bler, për të bërë akoma më profesionist, por avash gjitha. Po ushqimi kohën. nuk e di, ujin e kuptova, duhet kesh në ditë 7 kg ujë. Varet nga udhtimet, Varet nga udhtimet që janë në udhtimet. kohë të nxehta, sepse e gjitha varet me sasinë e lëngjeve që konsumon trupi, edhe vetë një njeri. Domethënë dikush djersin më pak, dikush djersin më shumë. Unë për shembull djersi nga porja e parë deri tek porja e fundit, kështu që detyrimisht duhet marrë përveç ujit edhe lëngje tjera që janë me, si më thënë, fruta, në vazhdën e këtyre që të hidradojnë. Si kujdeseni për shembull që ato të mos prishen, kryesisht janë ushqime të thata, apo Ushqimet, keni dhe gatuani dhe ushqimet me për mal zakonisht janë ushqime frutat e thata, konservat me peshk ton, Po. janë biskotat, janë gjërat që nuk prishen. Këto janë, pasi këtu i tret stomaku shumë lehtë dhe të japin energji shumë Energji. shpejt, merr shumë energji. Çokolate, Çokolatat. që janë këto domethënë, sheqerna. Kurse te këto që janë të leta ditore, domethënë aty bëjmë edhe zjarrin, barbekun, është thjesht edhe bëhet barbecue. Bëhet Përsi të barbecue, lehtësirave. Vesh me detuar Mikela? Nga Me përvoja. shton- Barbecue me ata i blejnë ato artikuj. Me shton, meshkujt janë gjithmonë kuzhinier më të mirë. Jo me shton, po Peshkun më duket e Me të gatuan. dëgjuar. jo Ti me e ka, ti e gatuan, ato e han. po tani Dhe me të provuar, me thënë drejtën, kuzhinierët më të mirë, më të njohur, edhe më të mirë janë meshkujt. Duhet ta Tani, pranoj. si është tendenca? Ka më shumë djem në këto udhime apo po shtohen dhe vajzat? jo. Jo, kemi më shumë 80 vajza. 80% janë Ndoj, vajza. shumë djem. Jo, ka më Shikoj, shumë vajza. Ka më shumë vajza. Pse e bëjnë vajzat? Për të mbajtur trupin në formë, se janë më kurioze nga natyra? Jo vetëm për të mbarë Apo ju trupin pëlqen në aventura formë, më po shumë? sepse janë dashuruar me natyrën dhe plus shumë Me çdo persona. gjë dashurojnë vajzat, vetëm Po, Vetëm me jo, vesh. po natyrë është diçka gjithmonë ju speciale. vetëm ndajeni, ne vetëm Është diçka dashurohemi. speciale. Vajza, ka më shumë vajza. Ka më Po. shumë, ka më shumë vajza. Janë të çfarë moshe? Si janë, si mund, nëse mund kemi një kategori moshe, për shembull janë 20 vjeçare, janë mbi 30-ta. 25 deri në 35 është, domethënë 30 vjeç është mosha mesatare. Kemi dhe Po ka dhe të mosha më të moshave mëdha, më ka të- dhe mosha më të vogla, po mesatarja, Kjo. domethënë është Kemi tek Shumica e moshës. 50, mbi 50 Po. kemi, domethënë. Përgjithsisht ata që punojnë në administratë, ata që punojnë po, në... sepse Përgjithsisht janë ata që në punojnë në zyra. zyra, Ata- zyra, po.
Zyra e nxit më shumë të merr malli për natyrën. Për dalë. Rrezi presin të dalin. Është pasion, domethënë, nuk është se e bëjnë për shumë arsye, por një ndër to është edhe kjo, domethënë që t'jep një mundësi për t'u largu nga rutina e qytetit tënd. Pluri, Vi nga qytete tjera? Përveç nga Tirana, Po, nuk vjen se i bashkohen klubin vinë Facebook. shpesh i bashkohen klubit ton nga Elbasani, nga Korça janë bashkuar, nga Durrësi, Kruja, edhe nga Shkodra. E Gjirokastra, bashkuar. kemi pas kur vajtëm në Qajup, në malja Qajupit, kishim një çift që janë u bashkuar në Gjirokastër. Shumë interesante. Dhe vjen duke ushtrir me sa kuptoj i gjithë ky klub, po ka një dallim besoj mes stinëve, vjesh, dimër, verë, pranverë, ku udhtohet sipas stinëve? Për shembull tani është verë, tani besoj eksplorohet Tani është, megjithëse është verë, prap ne si klub bëjmë dhe ngjitjet në Alpe. Për shembull para 2 javësh ngjitëm Jezercën, malin më të lartë të Alpeve. Një grup. Kush ishte në Jezerc? Unë për shumë isha në Jezerc, Iliri. Unë nuk vajta. Isha në udhtimin që kishim këtu. Ku ishim ne? Edhe dje domethënë shtunë e diel ishte aktiviteti i federatës. Një pjesë e Albanias mori pjesë edhe tek ngjitja e Arapit që është në Theth. Sa shkoi kjo Jezerca si kohë? Si kohë, ne 2 ditë shkuam të shtunë, unë nisëm të shtunë në mëngjes, ku arritëm në Valbon, ngritëm kampin, fjetëm aty me tenda dhe të diel në orën 6 të mëngjesit jemi nisë nga Valbona dhe jemi kthyer po prap në Valbon në orën 9 të darkës. Domethënë llogaritë 14-15. Është goxha agresive, po kjo është me shkallë, nuk mund ta bësh për shembull, nëse ju vendosni të vini me ne. Nuk mund ta bëni Jezerc. Nuk do t'ju them, do t'ju sugjerojmë udhime më të lehta. Për shembull, Kepi Rodonit është një ndër ato që edhe e shijon, edhe nuk lodhesh shumë fizikisht. Si herë e parë për shembull. Tani për shembull organizojmë mbas këtyre maleve, organizojmë për shembull këtë javë ishte kanjoni i Erzenit, ishte Gjipeja është një mrekulli. Para një muaj organizuam Gjirën e Gramës. Gjirën e Gramës, kemi qenë rreth gati 80 veta. Gjirën e Gramës kisha dëgjuar dhe asnjë dia që ekziston, në Gjipe kam qenë në fakt. Në Gjipe ti ke qenë në plazh. Po që ka një kanjon aty në Gjipe e di? Ajo është më interesantja dhe po një tunel që ishte në det në peshka, jo. Jo, ai tuneli ndodhet për shtegu për të shkuar në digën e liçenit të Pashkasheshit. Pashkasheshit. Janë 2 tunele që në Erzen, në lumin Erzen. Duhet kalosh për të shkuar tek diga e liçenit të Pashkasheshit. Edhe është me të vërtetë një kënaqësi. Shumë e bukur. Dhe ne shkojmë që ishim dje, domethënë, në kanjon, si më thënë, i bihet shkurt për nga shpella Pollumbasit, është edhe rrugë më e shkurtër, nuk shkon tek shpella, por zbret poshtë në kanjon edhe e gjithë ajo përgjat bregut lumit, duke u ndalu nëpër ato si vaska që krijon në kanjon. Si është e mundur që ka një pjesë të Shqipërisë të errët në thonjza që nuk njihet dhe nuk shfrytëzohet në fakt nga biznesi për ta promovuar. Ndoshta është mirë që disa pjesë truhen kështu të virgjëra dhe të mos ju kujtohet. Po si është e mundur që qytetarët nuk udhtojnë shumë? Para disa kohësh kam ish ambasadori i Austrisë, ai tashmë do të jetë i OSBE-s, Florian Raunik, nuk e di nëse është bashkuar ndonjëherë klubit, por më ka rrëfyer në një intervistë, një bashkëbisedim se i pëlqente shumë të udhtonte dhe se vazhdimisht e bënte këtë dhe i bënte përshtypje që shqiptarët nuk e bënin. Kemi pasur para disa vitesh, kemi pas një grup tjetër që ja marr me këto dhe ka pas qenë disa ambasador, ka pas qenë ambasadori i Komunitetit Evropian, Lohan, ka pas qenë Gjermani, ky Bokart, i cili është kreu i Uleksit tani, dhe ai ka pas qenë disa ambasadorë që vinin çdo të shtunë, pasi bënim këto ecjet në mal dhe as nuk donin t'ia dinin për kohën, edhe kur ishte koha shi, bor, ato donin ta bënin patjetër domethënë këtë ecjen dhe ata thonin vetë që dita më e bukur në Tiranë është dita e shtunë që ne vim dhe dalim në natyrë, bëjmë ecjen në natyrë. Shumë nga këto diplomatë huaj vinë për këto. Është edhe pak çështje kulture, domethënë këta janë njerëz që vinë nga vende që e kanë shumë zhvilluar këtë lloj aktiviteti, turizmin malor. Ndërsa tek ne, domethënë kjo është koha që ka marrë një hov, na ndihmoni edhe ju shumë duke na
bërë pjesë të emisioneve tuaja, që ne, domethënë, të arrim të shprehemi, si me thënë me fjalë atë që ne bëjmë në natyrë me vepra. Një nder, nëse mund ta quajmë të tillë për ju, është për atë për qytetarët, për turizmin, për shqiptarët që ta dinë. Për gjithë ne. Kanë gjithmonë një alternativë. Këtu ku jemi për shembull, ndoshta në Këtu jemi në Lepush, është në Kelmend, në veri të Shqipërisë, afër Vermoshit. Kelmendi duket si Zvicër. Këtu është një mrekulli. Komplet Alpet e Shqipërisë janë si Zvicër. Këtu jemi për gjatë. Ndoshta edhe më mirë se Zvicra e ka promovuar këtë pjesë, sa pikërisht ka shkuar në Vlerë. Përveç se false po të ndërpres, përveç se e ka promovuar, e ka dhe prishur në thonjza, sepse atje ka dhe pika skijimi, që gjatë verës ato, nëse shkon tani për të bërë alpinizëm malor gjatë verës, atje janë të zhveshura. Dhe për syri nuk është aq e këndshme, të shofësh një pjesë pylli komplet të zhveshur dhe vetëm se bie borë dhe do ketë ofron turist, si më thënë, të periudhës tjetër. Kështu që është një lloj balance që është bërë për hir të interesave tjera. Ndërsa atë ne ende nuk e kemi këtë mundësinë për të skijuar, e kemi po nëpërmjet vendeve tjera, e fqinje, dhe prandaj është kaq e bukur dhe sepse është dhe e egër natyra jonë. Që ne mundohemi dhe i themi njëri tjetrit që ta shfrytëzojmë sa kemi mundësi edhe sa më shumë, sepse pastaj ne nuk e dimë se çfarë do ndodhi. Takoni besoj sepse ka dhe zona të banuara atje që jetojnë. Po. Ka fshatra, ka zona. Çfarë thon banorët? Si janë ata, si jetojnë, çfarë keni rreth parë thonë shqiptar jeni ju? Shqiptar jeni, jo se nuk janë mësuar që shqiptarët kenë këtë lloj sporti, këtë lloj pasioni. Ata vetë si jetojnë? Masivisht shohin të huaj që vinë. Domethënë me hapjen e Shqipërisë, domos to 5 vitet ose 10 vitet, po kryesisht që është bërë masive me Johonën që ka marrë ky lloj turizmi, por Shqipëria në përgjithësi. Besoj Fethi, Valbona është shumë në trend këtë verë, ka shumë që po shkojnë, di edhe personazhet njohur që po frekuentojnë Valbonën për pushime dhe Darda, ndërsa ka pjesët e tjera disa gjire, emra që po i thoni ju sonte, nuk besoj se jo të gjithë i di. Për shkak të vështirësisë që kanë për të mbritur atje. Nuk e sa infrastrukturës, po më mirë të mbetet kështu se. Në Thethe në Valbonë me një furistrat mund shkosh. Kurse në për këto gjire duhet paktën 7, 4, 5 orë që shumë personat njohur përtojnë të shkojnë. Janë pak për ta, si duan. Edhe unë për shembull për tace jam. Po që më pëlqen shumë ajo që bëni ju, është e jashtëzakonshme dhe më duket diçka një avantazh që unë se kam për momentin. Ndihem inferiore ndaj Jo, mjafton të kesh dëshirë për të ardhur dhe mund t'i bësh. Pasi edhe këto të vështirat me ndihmën e grupit në pjesët më të vështira të ndihmojnë dhe s'është problem fare. Këtu ku jemi për shembull? Këtu jemi në Gjipe. Këtu kam qenë se tani po e shoh. Kjo përveç bukurisë që ka gjiri, gjë më e bukur tjetër është pastaj përshkrimi i kanionit, e cila mund zgjasë edhe 6 orë, ka ujvara shumë të bukura, domethënë që japin komplet një adrenalin tjetër. Po flasim për kanjone dhe ujvara, është e mrekullueshme, po do shkojmë në publicitet, më pas do kthehemi dhe do të vijmë të flasim për Shqipërinë e bukur. Jemi sërish në studio, po flisim fakt për ujvara në kanjonet e Gjipes. Mundet ndoshta edhe ta gjejmë një foto, regjia mund na ndihmoj, nëse është ujvara e duhur. Jo, janë video, po nuk e di nëse bëhet fjalë për të njëjtin. Jo, nuk është. Jo, kjo duhet të jetë ose është asaj në Gramsh, ose ujvara e Sotirës. Po pra, si ajo më. Duhet ta shohim pak më larg që ta kuptojmë. Ka qenë pamje që ka siguruar regjia. Ky si kujt. Duhet ta mam si ujvara e Sotirës. Po si ajo në gjan, po, si ajo në gjan. Pak nga informacioni shkëmbor edhe është ujvara e Sotirës, e keni gjetur kujtin. E keni plotësuar. Është një nga ujvarat që është pothuajse por është nga më të bukura në Shqipëri. Ju keni qenë atje, sigur. Kemi qenë edhe mbase kemi qenë nga më të parë, domethënë që e kemi njohur para 2 vitesh bashkë me klubin e Elbasanit. Edhe ai ka qenë një grup masiv prej 160 vetash dhe pastaj tashmë është bërë çdo vit prej nesh.
është dhe një nga udhëtimet që ne kemi ngelur me gojë hapur kur e kemi parë. Përsërisni udhëtime apo Patjetër. ka gjithmonë diçka të re? Përsërisim patjetër dhe bukura është që duke jetuar në një vend që t'i ofron 4 stinët, ajo është dhe, domethënë, ne çdo herë na duket sikur shkojmë në një vend të ri, se Vjeshta ka bukurinë e vet, pranvera dhe bashkë me verën ka bukurinë e vet, kështu që është gjitha. Çdo vend ka është një eksperiencë ndryshe gjithmonë, nuk është asnjëherë e njësoj. Ka dhe njerëz nuk i përjashton mundësinë që ka njerëz që kanë qenë një herë diku. Për shembull në grupin ton, nuk doja përmend emrin. Tha, po unë kam gjitë Tomorën, do vi. Thashun, po shumë shpejt atëre nuk do të duash të vish më se do të mbyllësh qarkun. Kështu me shaka në një farë forme ngacmova dhe erdhi pastaj. Malin e Tomorit e ngjisin dhe në një ditë që ka të bëjë me fen, kam përshtypjen që është një edhe ka dhe një besytni që po të shkosh atje të nga krau ngjitesh. tjetër, nga ana jugore e malit të Tomore, ndje është shkollaj dhe mund ngjiten të gjithë, ka dhe rrugë makine, por ne ngjisim këti nga ana veriore, nga Gramshi, pasi është akoma shumë e bukur, pasi deri në 2000 ca metra janë pisha të larta, është me pyje, kurse krau tjetër është i zhveshur, është këmbë. Kemi një kolege në fakt në një report, Entela Tasellari, është producente e Rizet Dielli, dhe unë jam njohur me Hajl Benja dhe me aventurat e mrekullueshme nga fotot që sjell me celular Entela në redaksi edhe në këto momente më shkruan dhe kërkon që Po, edhe Entela për shembull. Komplimenton miqtë e saj. Entela ishte në Gjipe me grupin tonë. Më foli për Gjipe, më foli. Bukur. Gjithmonë unë jetoj me pralla që më tregon Entela nga Gjipeja dhe Kelmendi, kam parë disa foto të mrekullueshme edhe nga Kelmendi. Kelmendi, Lepusha dhe është urvare e Slapit edhe ajo është shumë e bukur, gati rreth 20 ca metra, shumë e bukur. Me Entelën ka dhe një kështu tregim, mori një mbesën e një mikeshës tuaj. Dhe rrugës ishte, ti e bën, s'ka problem fare. Unë e pash dhe, domethënë, filloj duke pyet se çfarë aktivitetesh bën se ishte hera parë me ne. Nuk e zgjatën në kuptimin që unë aty kuptova që s'është se kishte bërë aktivitet të mirëfillt, edhe pse duke fic. Engji, studente në mjekësi në Kanada. Nuk ka gjë. Dhe se desha dalë te pjesa, domethënë, e këndshme e gjithës kësaj, që në fund ne gjithë prapë qeshim, edhe Engji e shijoi shumë. Kur kthyem nga ujvara, gjithë kjo është e lehtë, shifni nesër ju, se kjo është e lehtë, shifni nesër, ajo të smerrua. Se ne bëm dhe një shteg paksa më interesant për ne, por edhe diçka fizikisht më agresiv. Dhe kur zbritëm, Engji në fund fare, por çka keni të vështira ju? Kjo është, si më thënë, për mua është shumë e vështirë. Kur të nesërme që unë gjitëm në majën e Berisdolit, në Lepush, kjo ishte një mrekulli, që ishte paksa më e vështirë se një ditë më përpara. Po mbërritja duhet jetë moment shumë i veçantë, kam përshtypjen. Jo, rrugë në maj është momenti më i veçantë. Po pra, mbërritja në maj, mbërritja në maj, sepse ne flasim gjithmonë në teori, ngjitja është më e bukur se sa mbërritja, po unë jam në ato njerëz që besoj që kur arrin majën, relaksohesh dhe merr ajër. Nuk e di, ju mund të rrezoni poshtë ose të na konfirmoni. Është edhe një shprehje, të gjithë duan të jetojnë në maj të malit, por gjëja më e bukur që të lumturon është ngjitja në të. Edhe unë jam me Lirin që ne shijojmë shumë rrugën. Ne në maj rrim gjysmë ore. Ja sa ndete ti në Everest? Kim gati një orë, pasi pamjet janë një mrekulli. Ndërkohë tu deshën 4 ditë ngjiteshe. Ne na u desh si ekspedit shkoj 66 ditë, po 5 ditë. Mirë, flas për pjesën e ngjitjes. Kështu që edhe ne në male me lartësi më të ulët, Shqipëri ose në rrethina ku shkojmë, është 3-4 orë, 5 orë, 6 orë, 9 orë. Ndosht që ka nga ata që lodhen, nuk vallën më dhe nuk ngjiten, presin diku në një shteg. Ka, sigurisht. Dhe nuk kanë frikë. Nuk është se ne i lëm vetëm. Gjithmonë ka dikush që ose ndahet guida. Qëllimi ynë është që të vinë mal, ata duan, si më thënë, malin. Pastaj arritja e majës është, ne kemi dhe atë qëllim. Ka të bëjë me kapacitetet fizike. Por ka të bëjë me kapacitetet fizike. Nga një herë edhe dikush që është mirë fizikisht, është i stërvitur, le të themi, atë ditë nuk ndjehet mirë.
për shembull, e kap ngërçi ose ku diun, rrahet e zemrës, frymarrja. Ka disa elemente, ka abuzuar një ditë më përpara, ka pirë më shumë alkool se ç'duhet. Janë disa elemente. Kështu që ndahet në një mini grup ose ne jemi disa që jemi të rregullt me High Albania, jemi antar të High Albanias. Kështu që na jep edhe ca detyra për shembull i Lirit. Ndajemi gjithmonë, unë jam gjithmonë i fundit që o i shtyp përpara ose në qoftë se nuk ka mundësi pastaj o pres tek ata ose varet nga rruga që qoftë se është kthimi i njëjtë, ato mund presin, mund bëhet një grup, mund presin që se bëndo, kthehemi, i marrim dhe vazhdojmë rrugën. Varet edhe nga udhëtimi që është. Ka udhëtime që kur kthehemi për shembull nga rrugë tjetër, është që ndajemi dy grupe dhe do bësh me një ritëm më të ngadalt. Edhe ne kemi dhe slogan tjetër, që nuk është e rëndësishme se sa maja ke ngjitur, po se sa veta ke çuar në ato maja. Do të thonë është të jep më shumë kënaqësi se sa të çosh njerëz. Edhe një ndjenjë altruiste. Është shumë e kënaqur. Unë do t'rregoj një, si më thënë, histori kështu personale deri diku, kur ngjitëm majën në më të lartë të Alpeve të Shqipërisë, që aktualisht është maja më e lartë e Kosovës, Gjeravicën. Në fund ishim 4 deri në 5 vetë, pastaj u bëm 3, se një prej grupit, një vajzë, e pa atë majën, domethënë ishte një majë më e vogël, pastaj pjesën tjetër, dhe kur pa majën, tha unë nuk e bëj do i pres këtu, se nga aty do ktheheshim. Dhe një miku jon që vjen shpesh me në Xhdeti nga Gjakova, tha ti tha do vish, tha s'ka teori, ti do vish patjetër. Përdori një shprehje në vet. Çfarë po thuaj tha ajo? Ti do vish patjetër i thashun. Ky ose do të marrin qaf ose do gjej një mënyrë sepse është një kënaqësi tjetër kur çon atë që tha Iliri, kur çon dikë në mal. Jeni gjithmonë gjatë. Po, ne jemi, domethënë është ajo energjia e grupit, dhe kjo është e rëndësishme. Gjithë njerëzit brenda tyre kanë një energji ekstra që i bën të kalojnë atë limitin, si më thonë atë cakun që mendojnë se e kanë pasur. Sa veta bëhen, sa persona bëhen zakonisht? Në varësi të udhëtimeve e marrë me mend. Varet nga udhëtimi, mesatarja çdo fundjavë është rreth 60 veta. Jeni shumë. Janë goxha. Një janë të gjithë me njëri tjetrin apo? Një nga udhëtimet që ishte në malin e Skënderbeit, ku ishte edhe 4 vjetor i High Albania, ishin rreth 160 veta. Prapë në liçenin e Shkopetit dhe Tulzës kanë qenë 160 ca veta, gati 170 veta. Që shumë veta thonë që nuk mund ta ngjisësh mali me aq veta, por kur gjithë ndihen si familje, kur gjithë antarët e Albanias bëhen guida, atëherë ne mund bëjmë gjithçka. Ndihmojnë njëri tjetrin, ndihmojnë dikë që është në vështirësi, dikë që është mbrava, ka një ritëm më të avashtë, e pret atë që të vi, dhe pastaj bashkë me atë mundohesh të ngjitesh në mal. Cila pjesë e Shqipërisë është më intriguese, cila është më e egër, cila është më e ëmbël, më e butë? Nuk e di nëse keni bërë një ndarje të hartës apo nuk ndahen fëmijët. Alpet janë më të vështirat. Alpet që është edhe sfidë për një alpinist. Më thonë të bësh Jezercan, quhesh një alpinist. Është kategori që është bërë që atëherë kam. E bëra Jezercan? Në kam bërë 2 herë. E ke bërë 2 herë. Pres ta bëj herën e tretë. Quhet alpinist fatjan. Quhem amator. Iliri më tha fillimisht mos e vër alpinist, vëre amator, nuk e quaj, ishte modest, eksplorues. Nuk e quaj veten alpinist derisa të marr. Pa ngjitur Everestin. Jo, derisa të marr kategorinë e parë të alpinizmit nga Federata Alpiniste e Shqipërisë. E aspiron këtë? Apo do qëndrosh në kufirin e pasionit? Është edhe me kufi, me kohë, në kuptimin e kohës, domethënë ky lloj sporti do kohë, do përkushtim. Dedikim, ndërkohë që në jetë një profesion tjetër, bën një punë tjetër, je pjesë e administratës në fakt. Kështu që po sa të mundemi, kemi, për shembull unë Jezercën këtë herë nuk vajta dot për arsyet e mia personale, po herën e, si më thënë, e kaluar në Vjesht, vjet në shtator më duket. Unë nuk e ngjita sepse nuk abuzova, domethënë më duhej pak më shumë kohë për të rigjeneroja forcat edhe të sulmoja majën. Ndërkohë që gjithë grupi nuk kishte kohë sepse do ktheheshim, është ajo brenda ditës, kështu që elementi kohë është shumë i rëndësishëm në këto aktivitete. Më pëlqeu shumë kur the menaxhimi i forcës. Jo, menaxhimi, si them, jemi lodhur me këto, menaxhim, stabilizim.
sot flasim vetëm për Shqipërinë e bukur. Momentin kur sulmon majën, duket sikur njeriu sulmon dhe pushton natyrën dhe e sfidon atë. Po. Por nuk ja dalim gjithmonë, ëh. Këto janë disa foto që i kam parë në dimër. Këtu jemi në Dhe këtu Polis. Kjo është mali i Polis, po. I Polisit. Ku jeni këtu? Në Polis të Elbasanit. Në Polis të Elbasanit. Ishte edhe këtu ishe një gjitje rekord për një Po këtu mund bëhet edhe ski, apo jo? Tu kemi bërë rreth gati Jo, më është Mali Evropa 18, gati 19 kilometra ecje. 19 kilometra ecje. Po, për të ngjitur malin kemi e bërë Polisit. shumë. Ishte rreth 1500 metra disnivel brenda ditës. Po, kemi Që bërë shumë. zbritjen e bë me të rëshqitur, sepse ishte më gallat. Po duhet jetë shumë qef. Po, është pjesa, ishte edhe pjesa më e Më bukur. fani. Atë pjesë që ne e bëm për 4 orë, këtu e bëm, zbritjen e bëm për 20 minuta. Edhe një ngjitje që Po shumë mosha të ndryshme në fakt. sigurisht. Po, prandaj tham që kemi Të gjitha moshat. përfshim gjitha moshat. Ne kemi edhe një udhtim tjetër që është ditën e shtunë, që ofrojmë për moshat edhe më të vogla, Po. si kufi është përcaktuar një 4 deri në 6 Pra vjeç. aty të shkure. Ishe ti Vadion? Po, Vationi. Të mendosh ja një alpinist profesionist rëshqit Jo, e jo, bimër. jo. Kjo është por pjesa ne e po qefit. rrëshkasim vetë. Polosni, polosni. Edhe aty. visi. Kjo është pjesa e fëmirisë tonë. Kush i bën xhirimet apo? Xhirimet, ai që ka zbritur i parë nxjerr kamerën dhe xhiron gjithë anëtarët e grupit duke Shumë e zbritur. bukur. Këto janë pamje shumë bukura Kjo dhe është pjesa e gëzueshme. të merr malli edhe për pjesën e dimrit. Po, patjetër. Si vjet kemi qenë deri diku me fat nëse quajmë atë kënaqësinë e të ecurit në borë edhe kjo, edhe rrëshqitja kështu si fëmijë të vegjël është edhe pjesë e asaj kënaqësisë që ofron kjo. Si vjet kemi qenë me fat se ky dimër ka pas shumë borë. Do të thënë kemi gjetë maja me borë. Deri në Kjo malë. është në, më thënë, mbrapa të Kam Elbasanit, përshtypje në prill, sepse mbi rrugën e Gnatës. gjatë një periudhe kur isha në të njëjtin orar në palestër me Po, Fationin, kështu se ka aty e qenë. kam njohur Fationin, më tregoi që kishte bërë një Eksaktësisht, udhtim në Elbasan dhe bëhet fjalë për të njëjtën Po. kohë. Kemi qenë këtu në Polis dhe në Shebenik. Shebenik. Edhe Shebeniku ishte po prap mal me borë, edhe ai kishte borë. Gjetëm goxha. borë, madje gjetëm një faqe 2200 goxha metra Shebeniku. të vështirë. Pasi mbarojnë këto eksplorimet, këto udhëtime dhe sulmet ndaj natyrës, ndjeni të lodhur, nuk e di, ke të dhëmbin këmbë, do t'je i pafuqishëm apo vjen më energjik për ditën e hënë dhe për punën? Ne s'duam të mbaroj kur, por sigurisht që vim me energji shumë për Të jep energji, pra të ndihmon absolutisht, të po, është sidomos kur e shijon, se oksigjeni nëse je i shkon në lodhur, tru edhe ka edhe njerëz që thonë që bëra vetes. ka edhe nga Po ata janë të që rrallë lodhen, fatmirësisht. Ata që vinë për herë të parë, normal do kenë ca dhimbje muskujsh, Po, është e si për herë qartë. të parë, po në qoftë se vjen rregullisht, edhe këto do kalojnë domethënë me kalimin e kohës. Pasi mund të bësh dhe pak stërvitje gjatë javës, një vrap nga liçeni, pak në palestër, dhe kjo ikën domethënë. Mjafton të vish 3-4 herë çdo fundjavë dhe pastaj je okay, ti e ke marrë atë. Është vetëm lodhje fizike, domethënë vetëm muskujt që dhëmbin ditën e parë, mund dhëmbin dytën dhe nëse Po trupi ka nevojë të ketë lodhje dhe fizike. trupi ka në nevojë fakt. për këtë lloj Lodhja lodhje. mendore të lodh. Ne e qyjmë sëmundje të mirë këtë që na ka zënë. Ne dhe shpresoj mos shërohemi kur nga kjo sëmundje. Do ta vazhdosh? Absolutisht po, Gjithmonë. gjithmonë. Sa të kemi fuqi, kemi edhe një fat në mosh, dhe jemi pak a shumë moshatar. Me Fisnikun, që është ai themelusi i High Albania Mountain Club. Kreshniku sot ishte i pariqëm në Fisniku Fisniku, ndjes. S'ka gjë se Niku e kisha Niku dhe mendova që kisha gabuar unë me. E tentova disa herë për ta bërë pjesë të airportit sonte, po është i pariqëm dhe mendova kush e di në çmaj, Po. është në Alpë. çfarë maje po sulmon. Në vendet ku ne shkojmë, ku shkelim, nuk kap celulari, është për Që shumë në është gjë e Alpe mirë. nuk kap celulari. Familja shqetësohet ndonjëherë kur Jo, janë mësuar tashmë. janë mësuar me Tashmë e Kur dim ishim- që të shtunën dhe të dielën, ne nuk gjendemi. Jemi të humbur. Kur ishim në Jezerës për shembull, ndodhi ajo tragjedia, ndodhi ai problema të çekun që mbeti plagosur e kështu dhe familjarët tanë ishin bërë merak, pasi dhe ne ishim të gjithë në Jezerës, grupi jon. Ishim gati rreth 40 veta në Jezerës. Po ne nuk dinim fare se çfarë ndodhte, pasi kishim internet, as celular, as kështu, as gjë domethënë. Dhe ndërkohë në Tiranë ishte bërë nami tani.
Duke marrë telefone, kështu po ne s'ta punon dhe vetëm ku kemi arritur në Valbona, atëherë kemi filluar të kontaktojnë, morën vesh dhe lajmëronin familjet pasi andej është bërë namë, sepse kishin dëgjuar këtë lajmi që një çek është plagoze, ka shkuar helikopteri, kështu, madje ne pam dhe helikopterin, folëm. Na ul helikopteri në majt malit që i tregum ku janë vendet, ku janë. Pasi s'ka qenë këtej nga krau jo nga Valbona, kanë gjitur nga krau tjetër i Thethit. Gjatë rrugës është mirë të flasësh apo duhet të lodh nëse bisedon? Nuk ke fuqi të flasë. Në ngjitje, është mirë sepse të çorienton frymarrjen. Domethënë do një farë ritmi, është një ritëm ajo. Është si me çdo lloj sporti. Por unë do të thoja për ata që janë mbi pesh, është mirë të flasin nga pak pasi e kanë mirë sepse mund të harxhosh energji, është Ka nga ata që e bëjnë dhe si sport vinë që dobësohen. Ka, është e lodhshme kur flet kur bën vrap. E di që është e lodhshme, por është një mënyrë e mirë për të dobësuar. Është një mënyrë e mirë të përveç vrapit që flasësh. Duke bërë vrap, kur je me një mik, është mirë të flasë gjatë vrapit sepse të bën. Lodhesh më shumë realisht. Të ndihmon edhe të mos e mbash mendjen te lodhja fizike. Domethënë ky është edhe ky lloj sporti në grup bën që ti të mos e kuptosh që ke ngjitur 900 metra apo 1000 metra. Edhe si më thënë ta duash dhe më shumë pasaj sepse është një sport që bëhet në grup. Madje përveç rasteve të alpinistëve profesionistë që sigurisht, domethënë ajo është rast tjetër pastaj. Por për ne, domethënë socializimi, shoqëria është kyçe. Me pushime ku do shkoni? Me pushime. Por shumë me shezlong, na zure pa tekst. Kjo është se nuk e pritet. Në ndonjë horizont fare të shkoj në shezlong, pasi edhe kur shkoj me grupin e HLB-s në për këto vende janë vende të virgjër dhe kur e para jo nuk ka shezlong dhe kur shtrin ndonjë peshqir unë i them mos u ulni në peshqir pasi gurat janë kurativ sepse kanë jod dhe kështu është mirë të shtirësh në rër ose në gurales në për këto gjire. Është një masazhimi i trupit në mënyrë kështu indirekte, pa paguar. Pra, kurdo që ka ndërmend të shkojë në plazh, të evitojë shezlongun, peshirin dhe të ulet në gurales. Ecje në gur me ato shapkat ato si këpucë prej gome që nuk të vë. Masazhet e këmbëve janë kushtojnë disa 10 lek. Kurse kështu është brenda një pakete që quhet udhtim, si më thënë në natyrë, ti bën mirë dhe trupit në mënyrë indirekte. Ilir? Unë pres të bëj vetëm 3 ditë edhe prap do i bëj në kamp të pushimet. Nuk më pëlqen në hoteli. Edhe atë po i thosha që parë, kur isha në Theth, që flejta nëpër ato bujtinat nëpër krevate, nuk flej dot, ndihem siklet, kurse kur flejta dje që flejta në çadër, në tendën time, kam flejtë rehat, top. Edhe ndihesh dhe sepse edhe tenda jote është si shtëpia jote, bëhet si shtëpia e dytë, edhe je kështu. Madje edhe unë për këtë fundjavë që ishim bërë një xhir në ishullin e Sazanit dhe në Gradishën e Karaburunit, ishim me një jahtë. Edhe Ationi një jahtë. Dhe u detyruan të flenin brenda jahtit ose dikush flet edhe jashtë sipër me shtroi një sleeping bag. Kishin ndjesi kështu asfiksuese? Si asfiksuese, si mbytse. Nuk e di, pastaj nga ora 3 dole se sporia do të brenda dhe çova atë sleeping bagun sipër, fleta edhe unë jashtë, po gjë më mirë për mua ishte të ishim ankoruar jashtë dhe të kisha flet me tendë, domethënë në breg të detit. Edhe jashtë pjesë e jetës është, dhe ai duhet provuar. Po ti e mundur. Ne çadrat tona e quajmë pallate, për shembull, dhe unë me Ilirin kemi një kështu pallati jot apo pallati im. Iliri ka gradacele, ka Sky Tower. Tenda ime është qell gërvishtes. Tenda, fjetën në tenda për shumë vete i duket gërgol. Edhe për mua para disa vite ishte. Po kur e provova, ishte komplet një ndjesi tjetër dhe unë jam shumë i lumtur kur shkoj dhe flej në tendë, brenda në tendë. Jam në atë botën time, është fantastike. Duhet ta provosh që të flasësh. Pushimet mund mos të kushtojnë fare. Edhe gjithkush mund të pushojë dhe mund të ketë atë kontaktin e drejt për drejt me natyrën që Shqipëria për fat të mirë na e ka bërë këtë dhuratë të gjithëve. Por duhet ta duash dhe ta duam jo vetëm në kuptimin e ta sulmojmë natyrën e ta pushtojmë, por të mos lëmë mbrapa ato mbeturinat që të mos e bëjmë të riciklueshme të cilë. Ne si grup përveç plerëve tona që i marrim patjetër që as nuk e diskutojmë, marrin qese të posaçme dhe për plerët që kanë lënë të tjerët
që kanë qenë para nesh Shumë aty. interesant. Ai sa mundem, se nuk është e Keni pamundur keqardhje që për ato të- gërryrjet e malit që janë bërë në Jalë, në Vlorë, ndërtesa. Po, ka Nuk e di shumë. se si ju duket ajo Ka shumë. pjesë. Edhe ne themi domethënë për këto vende shpresojmë që mos bëhet kur ndonjë rrugë sepse po u bë rruga prishet dhe si vend domethënë. Ne themi vjen shkatrimi, Vjen shkatrimi. ndërkohë që Nëse në një këndvështrim vjen edhe një lloj qytetrimi për ato vendet ku Mund të- shkon. po, sepse një lloj zhvillimi. Mos tregojmë edhe kaq egoist. Por nga këndvështrimi jon në gjirin e Gramës do të donim që mos bëhej mos shkonte kur ky lloj qytetrimi. Ose te gjiri e Riut apo Po, faktikisht gjira e Riut, me sa kam marrë vesh, i takon pasi ka qenë një repart ushtarak aty dhe i takon Ministrisë të Mbrojtjes. Dhe shpresoj mos ta kenë nxjerrë në shitje. Mos tjetë një nga ato pronat Po, për po, cilat po, është shpresoj, shpërfolur sepse- Ministria e po. Mbrojtjes. Po, mbeten për të konfirmuar, le të mos e urojmë të as për gjirin e Ariut, as për Gjirin e Gramës. e Gramës. një keqen thonjza e kësaj emisionit apo që flasim ne për këto gjire është që ne ja u çojmë në vesh atyre. E shpresoj që të ketë mbritur vetëm Ja u në veshin kujtojmë. atyre që nuk kanë shumë para për të shpenzuar, po kanë shumë dëshirë për të kaluar bukur dhe mund ta gjejnë këtë në Vetëm duke u shumë bashkuar vende grupit. dhe duke u bashkuar Pasi është High mirë Albania tezë në Mountain Club. profesionist. Mos Që i mjaftë përjashtojmë- ju gjejnë në Facebook të gjithë, High Patjetër, Albania po, dhe Mos të përjashtojmë desh ato ata që kanë para, se mos t'jemi ata që ne kanë jemi para mund të kenë përfshirës. më shumë nevojë për një relaks, dhe mund të jenë më Absolutisht po. stresuar. Madje mund Diçka gjejnë, mund ndryshe. zbulojnë një pjesë Një të dimension jetës tjetër të vetes tjetër. tyre që nuk e kanë menduar kur që e kanë. Ishte shumë kënaqësi që u pata sonte në airport dhe premtoj që nuk e di se sa herë, po një herë do vi. Patjetër t'i bashkohem grupit Edhe dhe të për bëj ne një ishte udhtim kënaqësi. të mirë. Për ne do jetë kënaqësi të kemi me Po. grupin tonë. Do ta bëjmë me shumë Bashkë me dëshirë. Entelën. Sigurisht. Po, Entela është gjithmonë Po, ka. Entela është përshtypjen. e High Albania tani. Pjesë e grupit. Entela dhe pak bëhet alpiniste. Po. Edhe do të premtojmë që do ta bësh atë maj, do të ngjisim. Do punoj cakon palestër, Po. do shkoj, do vrapoj te liçeni, do vi e përgatitur, nuk do vi me vetbesim. Me vrapin të që tepruar. bën ti dhe palesën që bën ti, je e përgatitur. Jam- Nuk të duhet më shumë përgatitje se ç'je. Kompliment publik. Faleminderit shumë dhe ju uroj një verë të bukur me eksplorime të tjera. Dhe shpresoj që edhe ju që na keni ndjekur sonte nga ekrani i shtëpisë e që ende nuk e keni vendosur se ku t'i kaloni pushimet për arsye nga më të ndryshmet, siç e pa Shqipëria, jo vetëm që është e bukur, por është plot alternativa. Natën e mirë.